Përshëndetje të dashur miq. Sot në sofra pranë jush kemi të ftuar një artist të njohur, një artist të talentuar, një aktor. Zotin Karafil Shena. Mirëmbrëma zoti Karafil. Mirëmbrëma. Është kënaqësi për mua që ju kam sot këtu në një bisedë shumë të lirë, shumë të qetë dhe shumë miqësore. Faleminderit. Menduam ta bëjmë një çik ndryshe këtë bisedë, jo një intervistë klasike, duke qenë se jemi të dy në të njëjtën pozicion, të dy emigrantë. Mendova ta bëjmë si një bashkëbisedim. Hallë emigrantësh. Hallë emigrantësh. Zakonisht pyesim që në fillim, si kanë qenë fillimet tona në emigrim, në shtetin grek. Nuk e dija, ka qenë shteti grek shteti i parë që keni udhëtuar nga Shqipëria? Po, Shqipëria, Greqia ishte shteti i parë. Shteti i parë. Në 27 janar 1993 nga Kapshtica. Dhe mbaj mend që kishe një histori të vogël aty, sepse ishim me viza falso. Dhe mbasi kisha dështuar 2 herë, për herën e tretë, dhe ai polici i doganës i dhash pasaportën dhe me një ankth thonë që presja tani ç'do bëhej. Në sfond ishte një këngë dhe mbau puthena e do thamino. Që dëgjonim dhe ndërkohë ai e shkretoi me imtësi gjithë pasaportën, më shikonte mua, shikonte pasaportën, e hapi, kapi vullën, pap, i raqo, e mbyllë dhe ma hodhi kështu. Ma hodhi mbi dritarë, pap, këra manajë. Po brenda vetes, nuk isha një gëzim, një emocion, Dhe pastaj pas kësaj gjetëm një taksi me 3 të tjerë që do ndanim lekët e taksis. Ishte bora, kishte filluar që në Pogradec dhe nuk mbaronte edhe në kofirin grek, edhe kur vajtë në Fallorin, edhe nuk mbaronte bora. Kam përshtypjen që atëherë nuk për një 3 muaj, 4 muaj nuk doja të shikoja borën në sy fare. Aq kishe filluar të urreja borën. Po ndërkohë ishte edhe ana psikologjike, nuk më linte një gjë. Thoshe ku po shkoj? Ku vete? Ajo që doja të pyesja ishte çfarë ndjeje duke kaluar kufirin grek? Ndjeje një liri totale që po ikën diku jashtë? Çfarë ndjesie të la ajo ditë? Jo, nuk mbaj mend liri kështu. Mbaj mend këtë. Ishte si refren këngë, ku po shkoj? Kush më pret? Dikush më priste, një mik pas mik. Dhe pastaj refreni vazhdoi dhe me strofka të tjera, do të thonë ishte diçka e shtruar mirë apo e vështirë për ty? Jo, i vështirë ishte treni se nuk dija të lexoja biletën. Edhe unë ulesha ku gjeja vende bosh. Ishte edhe i pagjumë dhe sa më merte gjumi, si duket binde një stacion tjetër, dhe pastaj dikush më binde një supë, dhe më thoshte që se është vendi im. Dhe më qohesha. Dhe ndroja shumë vende. Atë natë kam ndruar shumë vende, derisa arrita në Afin. Po më interesantja ati udhëtimi që më ka mbetur është aty po afronte si thuash mëngjesi ora 4, dhe duke ecur nga vagoni në vagon, unë për të gjetur në një vend tjetër, dëgjoj të qeshura. Ato të qeshurat më tërhoqin, të qeshurat se që më ngjanin diçka me të qeshurat e atë tim. Dhe s'kisha gabuar. Ato ishim shqiptarë, djem nga Korça. Ishim një djeshtat të ullur aty, gjysmat ishin të ullur, gjysmat ishin në këmbë, dhe një zotëri të dritarja, i veshur shumë bukur, sa më pa mua, më hodhe një sy do hëna sikur do më maste, sa i gjatë isha, dhe sikur më peshonte. Ndërkohë një nga ta djemë më thot,
o erdhi ky, mbasi na ndihmon, i thot në tjetëri. Për çfarë tu ndihmoj, i them. Por na ka gjetur belaja me këtë, më thonë, shqip gjithmonë. Na pyet kush e vrau Kocixocën. Dhe ata ishin ndërri, kush ishte Kocixocja? Më thoshin mua. Kocixocja ishte tashonja ministri i punëve të brendshme. E vrau regjimin e Enver Hoxhës. Ai rrinte e pa që diçka thoshin nëse përmendëm emrin e tij. Dhe fillonte dhe thoshte, skotosat e to Kocixocë. Dhe drepes të more. Unë ngriva. Më sopa dhe të qau thotë, të shumë. Më thonë ta që i kam pasur shok, tha, gjatë luftës, ta. Nuk ka, i themun, shiko, se a i gjithmon i pyeste përse e vrat. Dhe i themun thuaj që e vrau pushteti, sepse ishte tradhtar. Tradhtar i komunizmit. Mirë, por nuk gjenin në greqisht se si t'i thoshin tradhtarit. Një mendim njëri, një mendim tjetri e gjetën përfundimisht tradhtarin, por që deshin që thamë, se dhe sa thamë fjallën tradhtar në greqisht, a i nëse akoma më shumë. Kocixocë tha tradhtari i komunizmit, jemi në të pushoj, nxehej, dhe pastaj pushonte. Që nuk lëshonte, ca ja kuptonim, ca nuk ja kuptonim, se greqishtja jonë atëherë çfarë, s'dinim greqisht për to se fare. Unë dija diçka nga Saranda, nuk isha fare keq. Dhe her pas here merrte gjumi dhe zgjohej. Dhe kur zgjohej thoshte, skotosat e të Kocixocë, ja tire me vja. Dhe ajo që mua më ka bërë përshtypje ishte se na akuzonte neve. Si kom. Ne çunave që ishim aty, ata çunat e ri. Kam në mend shumë faktikisht është diçka që shumë e rrallë, shumë e rrallë. Duke ardhur këtu në Greqi, vjen si aktor me një profesion nga Shqipëria. U njoh ky profesion me të ardhur këtu apo? Jo, as tentova tani. As tentova tani. Dhe kur nuk tentova sepse ku do shkoj, si çështja ishte gjuha. Gjuha ishte sepse unë isha piktor, që piktoron dhe pa gjuhë, apo muzikant i bie veklës dhe pa gjuhë. Profesioni jonë është tepër i vështirë në një vend tjetër. Filluam me gjuhën, filluam me kurse, filluam me njerëz, më ndihmuar shumë njerëz grek, të cilët, por ajo që kam thënë në vende të tjera këtu, ajo që më ndihmoi ishte një njeri i cili vinte klient, ishte klient tek lokali ynë, që quhet Perikliku Rovesi. Ai kur erdhi parë kur e pash, më duk sikur zbriti një burçu, nga kelmendi, sa mushtaqe, që është fantastik, i gjatë, tipik shqiptar, marsos shqiptar. S'kishte të lidhje. Ai pastaj u bë dhe deputet i Sirizës, nëse ke parasysh. Për atë Perikliku kemi fjalë, se jeton në ndjes pas. Ndërkohë unë kisha në verë kisha sjellë fëmijët e mi për pushime, dhe të ktheheshin prapë, dhe kur veja se në një tavernë në Eksarqe, kur veja aty u flisja në Shqipë. Kja i janë mirë. Dhe këtë bëgjohte, ishte me një këmbë. Ndërkohë kur vajta për herë të tretë apo të katërt, më thotë të pyes diçka, thotë. Mos më dhe për keq, në greqisht gjitha këto. Thotë, ç'është kjo gjuhë që fliste? I thëmë Shqip. Alicia. Dhe ishte njeriu i parë që pashi kur i thash është Shqip, i ndritën syt nga gëzimi. Kishte prejardhje nga Shqipëria? Po, kishte Arvanitas, që ai më tha që e kishte marrë vesh vonë. Kur them
pas të 25 Kishte të dëgjuar gjuhën shqipe? E kishte të dëgjuar ka paraardhësit e tij? Nuk e di. Pastaj u bëm që nga ai moment u bëm shumë miq, i cili ai ishte arsyeja apo shkaktari që një ditë më tha që atë mungon teatri, thash unë patjetër se s'mungon teatri. Dhe kaq, nuk më premtoi asgjë. Por, siç më tha dhe ai pronari i teatrit atëherë, gjithmonë të paktën 2 me 3 herë në muaj merrte në telefon dhe i thoshte që çfarë u bë për djalin. Dhe dita erdhi. Teatri Andoni Antoniut donte të zëvendësonte një rol se ikte aktori dhe më dërgoi mua. Erdhi aty, më dha një coplet, shkova aty dhe Roli i parë ishte në teatr. po, roli i parë ishte në teatr. Pastaj mos të zgjatej më, roli i dytë pastaj vjen tek një film Mirupafsh. Ishte për emigracionin sidomos. Shumë i suksesshëm. Filmi ishte vërtet I goditur. I goditur. Nuk e di ne kemi parë. E kam parë. Shumë i goditur si temë e gjerë, ishte ndër filmat e parë. Mund të them si radhë, sepse i pari kundër racizmit, të them ishte Abdoqioni, i Sotiri Goricës. Kurse ky ishte filmi i dytë, mori dhe çmim të parë në festivalin e Selanikut. Ishte një, si thua që njohje filloi shpresa. Artistike. Gjema dhe shpresa. Gjithë kjo periudhë që duke ardhur nga Shqipëria si aktor, duke vazhduar dhe këtu si aktor, kanë ndryshuar diçka tek Karafili si njeri, si karakter? Gjithë kjo periudhë? Sigurisht ndryshon. Sepse njeriu ndryshon, sigurisht. Ndryshon konceptet, ndryshojnë përshtatjet, ndryshon qytetaria. Mënyra e jetesës. Mënyra e jetesës. Ndryshojnë shoqëritë. Ka shumë ndryshime. Po ndonjë rol të ka ndryshuar si njeri, ndonjë rol i veçantë që aty i e futur tërësisht dhe ka ndryshuar diçka nga karakteri i juaj? Nuk do të thoja që rolet të ndrojnë karakterin. Jo, ti vetëm të karakteri e roleve. Por, ajo që ka qenë bumi, si të thuash, anës time shpirtërore, artistike, ka qenë shfaqja teatrale emigrant. Ajo, për mua, edhe se kanë kaluar shumë vite tani, qëndron një shfaqje historike dhe ju që merreni me organizime shoqatash që keni bërë punë shumë të mëdha, të mblidhni shqiptarë në komunitet, nuk lidhen kot shqiptarë, kollaj shqiptarë. Është vështirë, me të vërtetë. Se është temë tjetër, po qëndruam këtu pastaj nuk do mbaroj. Kjo shfaqje duhet të mbetet në historinë e teatrit shqiptar, mendoj unë. Sepse ishte një shfaqje në 2 gjuhë. Një natë luanin greqisht, një natë luanin shqip. Kjo duket e bukur shumë. Ku kishte më shumë interes? Greqishtja. Greqishtja. Se vetë populli grek e ka jetuar emigracionin. E gjenin më shumë vetveten aty. Aq më tepër ne na thanë atëherë kishte zëra që na thonë, po shiko, mos u nxitua që zgjodhet këtë pjesë, se këtë e ka vënë Theatro Technis para 20 vjetësh me një regjisor shumë të madh, me Karolos Kun. Ishte regjisori legjend i teatrit grek. Dhe ndodhi e kundërta. Se kur erdhën e panë, s'mbeti njeri nga ta profesionistët grek, pa e para të shfaqje, dhe ndodhi kjo sepse ne ishim vetë emigrant. Pra, një gjë që
i veshëm rolet tona me brumin tonë, me jetën tonë. Kjo bëhet pa dashje. Nuk bëhet po, e jeton original. Nuk bëhet me konsciencë kjo. Ajo çfarë më ka mbetur në mend përveç suksesit të madh që kur ishte rradha e greqishtes duhet të interesohesh 2 javë apo 3 javë para për gjetur bileta, por më bëri na vinin spektatorët, salla nuk ishte në ato sallat e mëdha, ishte në 90 vende. Por herës vinin dhe qilte përpara, që uleshin këta të rinj. Dhe tja më e bukur ishte sepse kur ata kuptoj, ata lodheshin të ullur, lodheshin këmbëkryq, dhe zgjatin këmbët, i çlodhin. Dhe kur kuptonin që unë vija ndej, apo Nikola vinte nga krau tjetër, ata mbledhin këmbët. Ishte sikur ata luanin bashkë me ne. Ishte një familje. Ishte një familje. Dhe përshtypja më e madhe ka qenë kur ata na vinin në kamarin dhe na uronin. Ajo shprehja na bët të shohim ndryshe, mua më ka bërë shumë përshtypje. Më ka bërë përshtypje, e preka me dorë se ç'është arti. Arti ndryshon, është vërtet ajo fjala ambasador të një vendi, artistët. Vërtet bën atë që nuk e bëjnë dot politikët. Dështojnë politikët. Të kemi ndjekur në shumë role, të kemi njohur nëpërmjet roleve. Çfarë nuk kemi njohur tek Karafil Sena? Po shumë, nuk kemi njohur rolet pas 19-s. Në kinema. Që kam bërë edhe këtu dhe në Shqipëri. Shumë produksione në Shqipëri, kam disa produksione të mira, shumë dinjitose, me shumë emër. Me shumë emër e them në kuptimin që nuk kanë marrë shumë çmime në festivale ndryshme evropiane. Tani çfarë të them? Ti them, i do me emra, i do... Doja në pjesën personale, çfarë nuk kemi njohur te Karafili, përveç roleve? Përveç roleve. Pyetje vështirë. E vështirë është. Nuk është dhe aq e lehtë. Nuk është... Sepse edhe nëpërmjet të roleve njeh dhe gjën e brendshme, sepse ajo është, edhe pasqyra e brendshme nëpërmjet të roleve, po nuk e di sa më kanë përfaqësuar ato role. Pra, atë që besoj unë, që nuk ma njohin të gjithë, po më njohin shumë pak njerëz, është pasioni. Pasioni. Luftëtar je? Po, pasioni. Lufton për të drejtat e tua, lufton për të dinjitetin tënd, lufton për respektin tënd? Të paktën duhet shumë të luftoj. Se të them që luftoj, nuk e di sa e bëj këtë. Nuk duhet të gënjej. Po që duhet të luftoj, por që të luftosh, duhet të kesh dhe shesh lufta. Dhe sheshet e lufte se lufta. Të kesh shesh lufte dhe të kesh dhe shok, sepse trimi mirë me shok shumë. Luftrat nuk bëhen vetëm. Luftrat bëhen me shok. Atë që kam parë këtu në komunitet mungon kjo. Mungon pjesa e aktrimit, mungon pjesa e filmave, e roleve të ndryshme. Nuk shikoj në komunitet diçka të tillë. Ka shumë aktorë, ka shumë që kanë pasion të luajnë në teatr, të luajnë në kinematografi, por në të vërtet nuk ndodh kjo. Për arsye se nuk kemi një ambient të tillë, për arsye se nuk na afrohet njerit ta shfaqim talentin. Limita kjo ka shumë faktorë. Ka shumë faktorë dhe atë që ne mund të bëjmë është teatri. Kineman nuk e bëjmë dot sepse është e shtrenjtë kinemaja.
është e kinemaja. Një film vetë fjala me metrazh të shkurtër që do të zgjasë e shumta 20 minuta, Ka kohë. do të paktën 20 me 25.000 euro. Që të vesh jek e jek, do të rrej kostumin kështu ngjitur. Ka kosto kinemaja. Por ne kemi mundësira, si që dhe, mundësira shumë të mëdha, sepse jemi një plejat dhe e vjetër ne jemi të dy brezat. Kemi brezin tim, që jemi disa, dhe kemi një brez të ri, që ata e shefin për serialet grek. Aktorët e talentuar. Nuk u adi emra, më vjen shumë keq që nuk u adi Disa emra. janë dhe me emra grek. Unë di vetëm Nikulin, njoh, që kam luajtur me të. Kemi luajtur tek një film i shkurtër i Oltion Lipes, Pashka, nëse ke parë. Është një film shumë interesant. Që zhvillohet i tëri në retrospektiv. Në të kaluarën. Pra, është një marrëdhënie pa vepir, i cili babai i vdes në një atak. Dhe ai e merr e lidh në makinë në vendin e parë, dhe për ta kaluar në kufi, sepse do me burokracitë e letrave janë të tillë, dhe gjithë udhëtimi është duke biseduar me babain, në retrospektivë. Është një mrekulli. Dhe kur u del policia përpara për një kontroll shumë rutin, o Kyrios i thotë, ashtu more, qimate. I thotë ai policia, që o dikosh mu, po tam tek sidron me do batkaram, mesos, qimate. Edhe e tërë shkon kjo deri në kufi, dhe kështu kalon në kufi. Pse e thash gjithë këta. Për të lidhur dy brezë. Pra, me atë djalin, me Nikulin, gjetëm një gjuhë shumë të përbashkët, një djalë të premier, një djalë se kam punuar me një talent tjetër, me zinxhirin e vogël, jo shpëtimin. Ne kuptova. Nga Italia. Dhe atë kemi bërë një film të shkurtër, me të kam punuar dhe me Bujar Alimanin tek Amnistia, ai ka qenë asistent regjisor, ka qenë aktor. Pra që të dalim te tema. Duhet të gjejmë një formulë të lindita që si do t'i qasim këta aktorët e tjerë, brezin e dytë. Të dytë edhe të tretë. Kemi dhe talentet e vegjël që edhe ata duhen afruar. Po, pra. Duhen Dhe kjo... Pediko Theatro duhet, sidomos ju, aktorët e parë, duhet të hapen në disa kurse për këta aktorë të vegjël. Pediko Theatro. Ajo është me shumë interes. Kjo është me shumë interes. Mungon shumë. Kjo është me shumë interes, se unë kam një mikropërvojë kur para ca vitesh që vajta në Sarandë doja ta bëja këtë punë, doja e nisa, por nuk pata. Nuk, në ditën e parë pata 135 nxënës dhe në ditën e 7 veta me 4. E kuptoj. A ka një plan tani, një projekt që është duke u zhvilluar, që e presim me padurim? Projekte kemi disa. Paktën projektet e mia, teatrore. Gjithmonë teatrore. Unë nuk, sepse nuk di... Ka fituar më shumë teatri këtu? Jo, nuk di të shkruaj skenar. Jo se di të shkruaj drama. As di, por di përpiqem dhe ja dal që një tërgim ta kthej në pjesë teatrale. Apo një roman të shkurtër, apo një novelë, mund të bëj gjëra të tilla, te një teatri që mua më pëlqen shumë. Jo teatri klasik, jo ai teatri i dialogut, do të dialog, po ai teatri i rrëfimit, i ngjarjeve të ndryshme. Kam plane, kam shumë gjëra të mbaruara. Për shembull, kam të mbaruara
këngët e popullit tonë. Kam bërë një tragedi e mbështetur mbi një këngë që thotë kënga. Vjen një njeri, nuk e dim nga vjen. Interesante dëgjohet kjo. Kur të vinë në mundësia, do ta lexoj. Do takohemi këti një kafe ta lexoj. Vjen një njeri, një djalë, dhe i drejtohet nënës. Nën që ma bëre Dili. Dilia ishte grua e ti. Ka vite që ka ikur. Unë ta lash si Florin, mos ma trete si Kirin, i përgjigjet nënën. Hesh të djalë të keqeno, të gjenë mama tjetëro, më të mirë se ajo, përgjigjet ai. Tjetëro, hapu vetë futëmo. Do vetë ti hapovar, të shoq nuri karar, nuri kuq, a nuri bar. Ka që thonë popull. Dhe nuk jem asë një shpjegim të i. Mua kjo kishte ka 12 vjetë që më intrigon. Që është njëri, nga vjenë, si. Cilash historia? Dhe e gjeta. Kishte një histori, e vërtet? E gjeta në përmjet këngëve të popullit, këngëve të Nizamit. Pra, filloj me një tasëm, binde drejti, thonë shkodranit, një tasëm shkodranit. Fikën drejtët e tasmës, dhe pasaj e dhëndën e gjejnë këtu. Me nosja aty. E fillon një dialog. Dhëndër duhet iki. Mos të spudojnë të tërën, e tjera, e ikën. Shumë interesant. Po është, do thëjë që është tragedi shqiptare që se kemi dhe në sot. Pra, të datë tema, unë nuk t'i të shkoj, po unë kam bërë një mundash që më ka marrë 4 vjetë. Kjo do jetë në gjuhën shqipe, besoj. Shqip. Do e shfaqim këtu, në Athinë. Po t'jemi trima, unë dua ta bëj këtu. Po atëre të mblidhemi të gjithë bashkë dhe ta... Së pare një kjo do lek, se ka korë. Pra tërë dasmorët i kthej në korë, pastaj. Kthehet në korë antik, grek. E cili korri do të nuk na ndahet, pastaj deri në fund. Deri në ardhjen e djalit. Si vaj, duket. Si vaj, si e qarë në fond. Po është shumë, sepse është momenti, për shumë, kemi gjithë pjesën që ata kur dinë dashurit. Nga historia e tyre, që është e tëra në poezi. E tëra në poezi. Në një ditë, mos të zbulojnë të tërë, në një ditë, vërtet do të marrë telefon që të shikojmë dhe të shohim seriosisht. Sa e vështirë është të jesh në Greqi dhe regjizor dhe aktor? Gjëja më e vështirë. Gjëja më e vështirë është nuk kemi gjetur edhe ku gjendur vështirësia te ana ekonomike. Anën ekonomike duhet ta kuptojmë të gjithë. Këtu nuk është puna që ata organizatorët apo regjizori apo duhet të fitojnë lek apo të... Nuk është problemi këtu. Një producion do lek, sepse nuk i nga kostumet që nga kostumet, që nga dekori, që nga ndriçimi, që nga... Ata janë njerëz që të bëjnë këto. Ata janë njerëz që rrojnë nga punë, nuk mos t'i paguash. Nuk mos t'i paguash. Pastaj dhe aktorët, nuk do t'i ikim një qik. Se e kam vënë në re këtë mundësi, është një mundësi që hajde more, le ta ferrasim atë në thot një 3 poezi. Nuk është pjej të bej, edhe ana vullnetare është gjë shumë e mirë. Por kjo pastaj kthehet në moto, kthehet që ata nuk kanë nevojë të paguhen. Pra, kur është problem,
jo për poezi, se mos po, keq kuptohemi këtu. Ka do koha të paguhen njerëzit. Që të paguhen njerëzit nuk është puna se kur paguhen unë e bëjt më mira. Unë njësoj të ta bëjt e pa paguar. Por e pagesa ka motiv për të tjerë. Sepse ky është një art kolektiv, zëmrejme. Kur është art kolektiv nuk është me njeri. Por unë do bëj një monolog, mos më paguaj, bëj një kontratë një fillim, nuk do paguaj. Por nuk mund të marrë një qaf, unë, regjisori, një numër të saktuar njerëzish që janë pas meje. Pra, pikpamja e parë është edhe e para, e dyta dhe e treta, është ana ekonomike. Për mua njerëz kemi, akoma ne nuk kemi gjetur butonin si të marrim lek dhe ku t'i marrim dhe nga që organizma t'i marrim. Që duhet të ketë. Unë për shumë nuk jam i Zotit i bërë. Unë jam i Zotit. Mendoj se bëj regjin, mirë, aktrimin, këto. Është një pjesë tjetër, është menaxhimi është një pjesë tjetër, është edhe sponsorët, se kush do ta sponsorizoj një shfaqje. Sepse kemi dhe gjithë këto biznese që kemi këtu, ato që kemi këtu, nuk e kanë akoma kulturën në falë që pëtën dhe qytetarin të sponsorizojnë. Është e vërtet, është e vërtet. Këtu mund të vëjmë një mesazh për të gjithë ata që kanë biznes. Mund të mbështesin pjesën e artit. Po të mbështesin të gjithë. Nga pak. U bie shumë pak. Po u bie fare pak. Kështu që, hajde ta bëjmë, asnjëherë s'jemi të vonuar. Duhet ta bëjmë për shumë arsye. Jo për mua, se dua të luaj. Jo. Për të mbetur për presat që vijnë. Duhet ta bëjmë për ndërgjegjësimin e të qenurit shqiptar. Ndërgjegjësimi fillon nga betarja, fillon nga këndimi, fillon nga kënga, pastaj vitet e teatri, pastaj te kinemaja, e tjera. Pra, gjithë kjo gamë krijon ndërgjegjësim. Shumë e vërtet. Po ti si të vën punën me shërbata? Ma përfytit ma asnjë pyetje s'ma bëre mua. Po e se ti u habite me mua, sikur të shikojmë për herë të parë. Po për herë të parë të shikoj, ne s'kemi folur asnjëherë bashkë. Pse si leo këtu? Tani Këtu është me lekë, s'është pa lekë. ta falenderojmë bisedën. Tani e zonë muhabetin. Urojmë një sekondë. Falenderojmë Zotin Shena, me mirë, ta ashujnë qikun, suksese në projektet e reja dhe në projektet tona të reja. Tona. Jo të mija, tona. Karafiri të falenderoj për këtë bisedë, të uroj suksese në projektet e ardhshme dhe do jemi në kontakt. Në çdo projekt të jemi të pranishëm. Edhe unë të falenderoj se pare që më ndoqe hutushëm. Vërtet, historitë e tua janë vërtet për të dëgjuar me vëmendje. Të gjithë emigrantëve, besoj. Mos të fillojmë se cili ka historitë e tij. Ka historitë e tij, hallet e tij. Falenderojmë dhe miru takofshim.